Faleminderit shumë, ndërka që nga këtu do të kalojmë në një tjetër diskutim, sigurisht që do të lidhet me zhvillimet në lindjen e mesme, do të jemi direkt nga Izraeli me Klodeta Cane. Zonja Cane, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Më vjen mirë që po komunikojmë sot dhe më vjen mirë që jeni mirë pavarësisht të situatës. Si është sot situata në Izrael? Sot në fakt është festa e burimit, që është një fest që në traditën hebraike simbolizon mbjetesën dhe shpëtimin nga shfarosja, dhe normalisht është një fest e gëzueshme me fëmijë të veshur me kostume, me tubime dhe me atmosferë festive, por këtë vit po e festojmë në mënyrë shumë të kufizuar, me shumë kujdes dhe në rrethana të forta sigurie. Nuk ka grumbullime të mëdha ashtu siç zakonisht është në këtë fest. Gjithçka është më e qetë, më e përmbajtur, megjithatë mesazhi i jetës është shumë i qartë. Jeta dhe shpresa mbijetojnë edhe në kohë të vështira dhe kërcënimi, dhe është një mesazh që është ndoshta më aktual se kur. Me sa duket, Cane, edhe ju me këtë paraqitje cilën po ju shohim, deri diku po e shënoni këtë ditë veçantë për ju, apo jo? Ka një kuptim këto lulet që ke vendosur në kohë. Po, të gjithë në fakt sot jemi në atmosferë festash, pavarësisht se sirenat mund të alarmojnë në çdo kohë. Situata është serioze, por nuk ka panik masiv. Izraeli ka struktura shumë të mirë organizuara për emergjenca. Në fakt, sfida më e madhe për momentin është lodhja dhe ndërprerja e gjumit për shkak të alarmeve gjatë natës, që normalisht ndikon shumë në sistemin nervor, por solidariteti komunitar është shumë i fortë, gjithashtu që personalisht kam qenë edhe duke u konsultuar me pjesëtarë të UÇK-s, me të cilët kam qenë në kontakt për shkak të punës, dhe është shumë interesante se si mbështetja qoftë brenda për brenda, por edhe nga jashtë shumë e fortë dhe ndihmon në reziliencë, në zhvillimin e reziliencës. Po. E përmendet se po keni vështirësi dhe jeni realisht të lodhur edhe për shkak të pagjumësisë, duke qenë se po bien sirenat. Sa shpesh po bien, dhe janë vetëm gjatë natës apo bien edhe gjatë ditës? Në fakt, varet nga pozicioni. Unë për momentin ndodhem në veri, dhe në veri neve kemi sirenat janë zakonisht gjatë natës, sepse pjesa më e madhe e sulmeve janë nga Libani, ndërsa në pjesën e Tel Avivit dhe Jeruzalemit gjatë ditës, për shembull neve kemi 2 net që kemi qenë në dhomat e sigurisë gjatë gjithë natës për shkak të bombardimeve të vazhdueshme, ndërsa pjesa e Jeruzalemit dhe Tel Avivit kanë qenë më tepër të ekspozuar gjatë ditës. Sot në mëngjes familjarët dhe fëmijët me të cilat kam komunikuar në zona të tjera ishin në dhomat e sigurisë gjatë ditës, ndërkohë që neve ishim gjatë natës. Çka ndodh sa në momentin që dëgjoni sirenat? Cilat janë gjërat e para që ju vijnë ndërmend ose reagimet e para që bëni? Ndoshta për gjithë ata të cilët edhe nuk e kanë të qartë çfarë janë dhomat e sigurisë, ku ndodhen, dhe ndoshta mund të japësh pak më shumë detaje për ato cilat ne thjesht edhe do e kemi problem pa i përjetuar për t'i kuptuar. Po, gjëja e parë sigurisht është sapo marrim alarmet, i marrim 10 minuta përpara. Dhe kemi kohë për të përgatitur, për të shkuar në zonat e sigurta. Zonat e sigurta janë sipas udhëzimeve zyrtare, janë të përcaktuara, të parapërcaktuara. Sigurisht që në momentin që sirena fillon ka shqetësim, natyrisht. Nuk ka paralizë nga frika për shkak se ka seriozitet në përgatitje. Gjithçka jepet në mesazh, dhe sa po lexoj mesazhet, domethënë reagojmë sipas instruksioneve të mesazheve. Ka një ndjenjë shumë të fortë solidariteti, sepse gjithmonë shikojmë që të gjithë personat që janë të përfshirë në një zonë sigurie domethënë asnjëherë dera e dhomës së sigurisë nuk mbyllet përpara se të gjithë janë brenda. Njerëzit telefonojnë njëri tjetrin, kontrollojnë nëse janë mirë, nëse janë rrugës, nëse ndajnë pra informacione, mbështetje, gjithçka është shumë e organizuar. Klodeta, e përmende se menjëherë pas rënjes së sirenave bëheni gati. Si është kjo përgatitja? Merrni diçka me vete, merrni ushqime, apo ushqime dhe gjithçka që ju nevojitet janë në dhomat e sigurisë? Në varësi të organizimeve personale të dhomave të sigurisë, në dhomën ku kam qenë prezente, neve kemi pasur pije dhe ushqim.
ushqim domethënë të shpejt, të gatshëm, por ka dhe dhoma në varësi domethënë të se ku, se si, nga pozicioni, nga vendi, nga vetë organizimi midis. Megjithatë unë kam pasur një eksperiencë shumë pozitive sepse ne kemi pjesëtarët unë aktualisht jam në një hotel për shkak se isha në tranzicion midis qyteteve kur filloi kjo luftë dhe nuk munda të shkoj të kthehem në shtëpi, kështu që këtu jemi shumë të mirë organizuar. Madje gatuajnë për neve falas për momentin dhe çmimet janë ulur në mënyrë qesharake. Domethënë paguajmë çmime shumë të ulta, por këto janë pjesët e ndihmës apo të mirë organizimit. Në fillim ishte e vështirë dhe kur kemi alarme nga Libani është e vështirë sepse kemi pak sekonda kohë. Domethënë nëse jemi duke ngrënë bukë apo duke bërë diçka, atëherë duhet të automatikisht të lëm gjithçka dhe të vrapojmë në dhomën e sigurisë. Por nëse sirenat janë nga Irani dhe jemi të notifikuar që sirenat janë nga Irani, atëherë e dim që kemi 10 minuta kohë, kështu që mund të vendosim nëse marrim diçka për të ngrënë ose për të pirë. Nëse e bëni dallimin mes asaj se nga vinë sirenat, është e lehtë e kuptueshme? Është përmes mesazheve. Është e gjitha e mirë organizuar në formë shtetërore. Sa e vështirë? Po, Kledita, sa e vështirë është për ata cilët janë me fëmijë të vegjël, që ndoshta sepse kur shkoni në dhomat e sigurimit ju me gjasë dhe nuk e dini se sa do të qëndroni aty. Sa e vështirë është për ata që t'i kenë me vete gjitha gjërat e nevojshme për fëmijët e tyre, qoftë ushqimin apo gjërat e tjera? Është e vërtetë dhe në veçanti ka një organizim shumë specifik për ato stafet të cilat janë stafe mjekësore apo stafe të sigurisë, sepse ato janë të vetmit që janë në punë aktualisht, të gjitha zyrat e tjera janë të mbyllura. Dhe siç thash, ato janë të mirë organizuara veçanërisht për fëmijët e punonjësve të mjekësisë dhe të sigurisë, por neve aktualisht normalisht kemi prioritet për fëmijët dhe siç thash, komuniteti është shumë i mirë organizuar dhe të lidhur midis tyre dhe kanë një reziliencë shumë të lartë, kështu që neve ndihmojmë ata që kanë fëmijë, sigurisht duke u munduar që të sjellim me vete kuverta shtesë apo materiale shtesë për fëmijët. Ndër tjerash, Klodeta, nëse mund të na tregosh nëse ke familjar të cilët gjenden në Izrael apo i ke në Shqipëri, cili është komunikimi me ta ose ndodhen në pjesë ndryshme të qytetit dhe frika ndoshta nga largësia që jeni, si po i menaxhoni këto? Në fakt, unë jam shumë e lidhur direkt me pjesëtarët të komunitetit hebre dhe jemi gjatë gjithë kohës në komunikim, ndërsa familja ime ndodhet në Shqipëri. Por të them të drejtën ndihemi si një familje e madhe dhe në kohë tensioni ai zëri i bashkëpunimit dhe zëri human është më i rëndësishëm. Klodeta, ju kanë rekomanduar ndoshta në mundësinë e parë që ju jepet edhe të lëshoni Izraelin të ktheheni në Shqipëri, të paktën deri në përfundim të kësaj që po ndodh atje? Në fakt, historia shqiptare ka treguar që ne dim të mbrojmë jetën dhe dinjitetin njerëzor dhe absolutisht prindërit nuk më kanë rekomanduar të largohem. Ndërka që ke shumë shqiptarë të tjerë afër aty apo në zonën ku të jeton është raportuar realisht për një numër caktuar të shqiptarëve nga Shqipëria cilët kanë kërkuar të evakuohen nga Izraeli? Shqiptarët me të cilët unë jam në komunikim nuk janë turistët shqiptar, ato sigurisht që komunikimi bëhet përmes ambasadës, por ato me të cilët unë jam në komunikim janë shqiptarë të cilët kanë vite që qëndrojnë në Izrael dhe janë goxha të integruar, kështu që jemi në komunikim, edhe pak më përpara fola me disa shqiptarë në qytete të ndryshme, por siç thash, jemi të mirë integruar. Dhe Klodeta, ndoshta me qenë se jemi drejt fundit të kësaj pjese, çka po raportojnë mediat izraelite atje? Pra, cilat janë informacionet që ju i posedoni nga mediat atje, sepse në një kohë të tillë shpesh herë propaganda dhe mundësia që të bëhet propagandë me secilin informacion është shumë e madhe. Çka raportojnë në këtë kontekst mediat aktualisht në Izrael?
Një prej raportimeve kryesore pra është që është e rëndësishme që të bëjmë dallimin midis strukturave terroriste dhe popujve, pra sepse dhe vetë personalisht kam miq iranian me të cilët komunikoj rregullisht prej studimeve në Gjermani dhe ata vetë bëjnë dallimin midis lajmeve, po themi, të drejtuara prej regjimit dhe lajmeve prej qytetarëve të zakonshëm. Dhe shumë e rëndësishme për të shmangur gjuhën e urrejtjes dhe pa për të shmangur retorikën agresive. Pra në përgjithësi lajmet që marrin këtu janë direkt të lidhur me masat e sigurisë. Dhe së fundmi është raportuar me atë sa dëgjuam. Tani është ky një mesazh që keni. Çka po thot Odeta? Mund të na tregon? Atëherë alarmi thotë që kemi një siren që vjen për pak minuta, pra kemi pak minuta kohë përgatitje, në këtë rast nuk është e përcaktuar se sa minuta. Atëherë lajmëron, jepet në 4 gjuhë të ndryshme, në hebraisht, në anglisht, në rusisht dhe në arabisht, pra gjuha arabe, ruse, hebraike dhe angleze. Që ju tashmë merrni me një herë, në momentin që merrni. Duhet niseni direkt? Po, atëherë neve duhet të ikim sa më shpejt në dhomat e sigurisë. Pra siç do ta shikonin të gjithë në këtë moment do dalin. A mund të na shoqërosh lutem me pak pamje nëse nuk është problem apo edhe mund të shkaktohet e lashë nga kjo? Nuk mund të tregoj për shkak sepse janë shumë persona dhe nuk E qartë, e kuptojmë. Klodeta, të falenderojmë shumë, merr kohën tënde për të shkuar tek dhomat e sigurisë, uroj që të jeni mirë dhe të sigurt deri në një komunikim tjetër, sigurisht gjatë këtyre ditëve kur edhe do të flasim dhe uroj që deri në fund të këtij konflikti të jeni mirë. Klodeta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe njerë për kohën. Klodeta, ndërkaq me këtë intervistë dhe këto diskutime në fakt, po se si gjatë kohës sa po zhvillonim intervistën erdhi edhe alarmi i rrezikut. Edhemshme realisht, ku në çdo moment janë në tension, pra ishte në intervistë direkt dhe bie alarmi se duhet të futen në dhomat e sigurisë. Dhe situata të tilla po shpresojmë që shumë shpejt të vijen drejt fundit me këtë diskutim. Ne kemi arritur drejt fundit kësaj mesdite për t'u takuar sërish nesër apo jo? Po, takohemi sërish nesër në orën 12 deri atëherë mirëmbëjtje. Mirëmbëjtje.